Aida Hajnaj nuk do t'jetë më kryetare e Byros Kombëtare të Hetimit duke nisur nga Korriku. Pas një betejë të gjatë, ajo është shkarkuar zyrtarisht një ditë më parë pasi SPAK hapi garën për kreun e ri të BK-s. Por çfarë ka ndodhur realisht? Aida Hajnaj i mbaron mandatin në Korrik dhe pati një betejë ligjore me saj dhe SPAK-ut. Më 22 prill SPAK hapi garën për riemërimin e kreut të BK-s. Ndërkohë Hajnaj dorëzoi një kërkesë në KLP ku kërkoi riemërim në postin që mban, të drejtë që e jep ligji. KLP-i ka shmangur kërkesat e saj, ndërkohë që SPAK po punon për të emëruar një drejtues të ri. Komisioni i përbërë nga drejtuesi i prokurorisë së posaçme dhe 2 prokurorë të posaçëm me më shumë vite eksperiencë pune si prokuror, pas një procesi rekrutimit hapur dhe transparent, rekomandoi një kandidat për drejtor të Byros Kombëtare të Hetimit, i cili emërohet nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Drejtori emërohet për një mandat 5 vjeçar me të drejtë riemërimi një herë, thuhet në nenin 30. Por SPAK ka mbajtur qëndrime të ndryshme. Një herë ka bërë shpalljen për drejtues të ri, më pas reagoi në media duke bërë me dije se rihapja e garës ka të bëjë vetëm me zonjën Hajnaj, e cila duhet të aplikojë për rikandidim dhe nëse nuk plotson kushtet hapet gara për emra të tjerë. Por në një letër dërguar ndërkombëtarëve, SPAK flet për emërimin e një emri të ri. Vetë zonja Hajnaj ka refuzuar të aplikojë në garën e hapur, pasi sipas saj, ligji i jep të drejtën që të ketë dhe një tjetër mandat, pa pasur nevojë të dalë para një komisioni nëse plotson apo jo kriteret, pra refuzoi lojrat e SPAK-ut. Pamfleti ka raportuar më herët se prej më shumë se një viti komunikimi mes drejtores së BK-s Aida Hajnaj dhe kreut të SPAK-ut Altin Dumani është kufizuar vetëm në shkëmbimin formal të shkresave përmes sekretarive, emaileve dhe postës zyrtare. Shkak për këtë situatë është bërë pa kënaqësia e vazhdueshme e hetuesve të BK-s ndaj mënyrës se si prokurorët e SPAK-ut trajtojnë çështjet hetimore. Prokurorët e SPAK-ut akuzohen nga BK për akuza të cunguara, mungesë orientimit hetimeve drejt veprave penale reale, si edhe përjashtimin e subjekteve dhe personave të caktuar nga hetimet për shkak të lidhjeve politike dhe klienteliste. Një nga rastet kryesore që ka kulmuar konfliktin mes Hajnajt dhe Dumanit është dosja e ndërtuesit Fatmir Bektashi, i cili është nën hetim për krime ekonomike e financiare dhe aktualisht është nën masën e lehtë të sigurisë detyrim paraqitje. Hetuesit e BK-s dorëzuan te prokurorët Arben Kraja dhe Enkelida Milonaj prova të shumta që e identifikonin Bektashin si personin kyç të një skeme të gjerë mashtrimesh dhe pastrimi parash në bashkëpunim me Jamar Burmaltezin dhe Xhimi Begen, veçanërisht në lidhje me kullat Partizani. Por ai ja hodhi paq. Tani kreun e BK-s do ta zgjedhin Dumani me 2 kolegë të tij dhe SPAK do kthehet në një bunker ku të gjithë i binden kryetarit.